Po që në fillim u pa që kjo nuk ishte një fejisë për të krijuar familjen e tij. Për lek, për para, për pangopsinë e madhe. Ditën sot u martua, të nesër me 9 lek. Çfarë është kjo? Ajo vetëm nuse nuk mund quhet, ajo ishte sadiste. Kjo e mori vllaja, o që nga pleu e çovi atje dhe kjo i mori jetën pasaj. Po ditja është bërë në gjumë. Sa e që vetë të i varri, në fakt. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të kem një vëlla i cili do t'rregojë një histori të dhimbshme, të vllait të tij në Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili u lis me plot ëndra nga Korça me llotari amerikane drejt SBA-s, por gjërat shkuan keq. Dhe sot Albert Keço, live nga Korça, kërkon të jetë pjesë e kësaj dritare për të rrëfyer këtë histori të dhimbshme dhe padyshim që ka një mesazh për ata persona që lënduan zemrën e tij. Çfarë ka ndodhur në të gjithë këtë histori? Hap dritaren dhe e ftoi Albertin. Albert, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Si jeni? Mirë. Ne të dy njihemi, jemi takuar para 2 viteve. Po, rreth 2 vite po. Rreth 2 viteve, ku më ke treguar ngjarjen e rëndë të vllait tënd, të vrarë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të ndjerit Valmir Keço. Po. I dashur Albert, unë dua që ditën e sotme këtu në live me Odetën të më rrëfesh historinë e vllait tënd, sepse ngjarja është e rëndë dhe bëhet akoma më e rëndë që jetën atij t'ia ka marrë Bashkëshortja e tij. bashkëshortja e vet e ka vrarë. Do më lejosh ditën e sotme të pyes? Po. Valmir Keço ka qenë 43 vjeç kur humbi jetën. Po. Sa vite kishte që jetonte në Amerikë? Po, ishte larguar nga Shqipëria me llotari amerikane që në vitin 1999. Që prej vitit 1999 ishte larguar drejt Amerikës. Po, kishte 16 vite. 16 vite. Ishte që në atë kohë u largua me gruan apo e ka njohur më vonë? Jo. Ai është fejuar me të mbas 2 vitësh ka ardhur në Shqipëri. Ka qenë beqar. Po fejuar po beqar ka qenë dhe mori mbas 5 vitesh mbas i mori shtetësinë. Por mori pasaportën. Aplikoi dhe e mori. Për një periudhë relativisht të shkurtër. Mbas i bëri aplikimin. Në 1999, ai mbërriti në Shtetet Bashkuara të Amerikës për herë të parë, në çfarë vendi u vendos? Ku ka jetuar i ndjeri? Në Connecticut. Dhe Shtetin e Connecticutit. po, dhe dua të më tregosh si u njoh me bashorten e tij. Ai jetonte në Shqipëri në atë kohë? Po, një person i njohur i familjes tonë, i ishte një shok. Ndërhyri ai për të problem, edhe u bëj kjo fejisa. Po që në fillim u pa që kjo nuk ishte një fejisë si çdo njeri që fejohet për të krijuar familjen e tij. Pse? Për të pasur fëmijë dhe për të realizuar ato qëllimet e tija që ka. U duk që në fillim që ishin njerëz me vese, me interesa, me gjëra të ulta dhe edhe prindrit e kishin me të ftorë, pa edhe vetë ai disa herë shfaqte mosbesim që do realizonte, do krijonte një familje të shëndosh, tamam si çdo njeri që e ndoron atë. Po megjithatë, Nusja e tij si quhet? Nusja e të ndjerit si quhet? Ajo ishte një vajzë pa shkolluar, me një 8 vjeçare ishte. Megjithatë, pavarësisht se kishte shumë shkollë, të shkollat e tjera për të realizuar poshtësitë e saj, i paska patur ajo, se duket që i realizoi të gjitha. Shfaqe ato problemet e saj, ato interesat e saj, ato luguninë e saj të keqe, si mund të shprehim kështu, për lek, për para, për pangopsinë e madhe. Gjithmonë pati sherr me vllain, pati probleme, kërkonte lek shumë të çonte këtyre që kishte këtu. Albert,
Ajde se do t'i çonte nënëse, ajo po kërkonte t'i çonte lekë dhe kaj do t'i çoj Axhës, kaj do t'i çoj Dajës, kaj do t'i çoj Jallës, kaj do t'i çoj. Deshte të mbante, të rregullonte gjithë fisin ajo t'i bënte gjithë. I dashur Albert, do të pyes, si quhet nusja e vllait të ndjerit? Anila. Në momentin që vllai juaj beqar në ato kohë, një emigrant në Shtetet Bashkuara të Amerikës, u njoh me Anilën dhe erdhi në Shqipëri, pas 2 viteve ka ardhur në Shqipëri, më the? Po, pas 2 viteve. Që i bie 2001-shi. Jo, në fund të vitit 2000. Po ka qëndruar dhe disa muaj në vitin 2001. Sa i kishte një punë që zakonisht kompania ku punonte vllai, gjatë 3-4 muaj të dimrit, i nxirrte në kështu, i paguante. Po ishte një kompani ndërtuese ajo. Zakonisht vitet e para vllai ka bërë një punë shumë të rëndë. Ishte një punë shumë e vështirë. Si çdo emigrant që shkon aty dhe nuk e ka të lehtë ta krijojë. Se kur themi Amerikë na duket si fushë me lule, por ata që emigrojnë e din sa vuajnë. Çana ka treguar ai, ne e dim domethënë. Por pse Albert, dua të pyes pse? Për punë shumë të rëndë, kompani ndërtuese zakonisht kompania merresh me ndërtime piscina dhe banesa dhe çfarë bënin ata nuk e di kështu resorte gjëra. Pra ka sakrifikuar, e qartë. 3-4 muaj të dimrit dhe gjatë kohës që ai ka qenë i fejuar, sa ju fejuar në fund të vitit 2000, si thashë, në fund të vitit 2000 është fejuar, në dhjetor të vitit 2000 është fejuar. Edhe ka qëndruar edhe janarin edhe shkurtin. Zakonisht to 3 muaj, dhjetor, janar, shkurt, gjatë gjithë viteve që ka qenë i fejuar, pas e ka filluar prapë në 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Në 2005 u lind vajza e madhe, u lind këtu në shtëpinë tonë. U lind në Kosha, jo? Përpara se të më tregosh martesën e vllait, më the që në fillim nuk ishim dakord për Anilën për nusen. Po çfarë bëri Anila që ju nuk e pëlqyet si nuse që në fillim? Jo këto bëri që në fillim sa u fejua, filloi të kërkonte lekë, nuk e pyeste domethënë, vllai bënte veprime mashtruese, ku je, jam këtu, jam në shtëpia. Ka rastisur raste, ka patur raste që në këtë moment që ka thënë jam në shtëpia, është ndodhur nëna ime aty në shtëpia, ka vajtur nëna, të shkoj një në nusja, bile nëna ime sa vinte ndjes pasë se nuk jeton me sa vinte me çanta ploti, çonte nusës së djalit. Mirë, i çonte se lekët e tia ishin dhe ai gjithmonë ato vite që ndente i fejuar, ja rregullovi dhe shpinën ata, më fal për shprehjen, ata s'kishin tualet, njerëz të tij ishin ata. Edhe nusja e vllai. Ku ndodhesh moj, ku je moj, se jem në shtëpi, po në shtëpi është nëna ime në porta, ti si je në shtëpi, ku je në shtëpi ti? Ti si je në shtëpi? Bënde veprime të tilla, domethënë që ashtu edhe ai filloi të krijojë një ftoje, një mentalitet me të drejtë, domethënë si çdo njeriu kur gënjen, gënjeshtari mund të presë çdo gjë. Por ju këto ishin ato. Ju dyshoni se ajo e ka tradhuar vllain tuaj që në fillim të fejesës? Nuk mund ta them këtë për periudhën që ka qenë këtu, nuk e di, po veprimet e saj ishin veprimet jo të nuk kishte një ndjenjë, domethënë që unë jam fejuar me këtë njeri do kaloj jetën dhe tani mbasi të krijojmë familjen. Ajo lindi vajzën, pra probleme të tilla, para çfarë? Ai një emigrant ishte ato para sa mirë. Ja ta zem mirë $2,000. Po çfarë do të bëjun ty me $2,000 kur ti ke 100 lakej? Ku kjo do të mbaj më pa? I dha sa vetëm njeri mori për nënën e saj $10,000. Që e vizitovi në spitalet më mira të Greqisë tani. Sa do t'i jep taj? Ato lek, pasaj fillovi t'i mbledh lekët të bënë në shtëpi, të bënë si çdo shqiptar që ka mbledhur lekët. Sa vite qëndruan të fejuar që vllai juaj Ndjeri Valmiri ishte në Amerikë dhe ajo jetonte në Shqipëri tek familja e saj? Po ja kështu merreshin me telefon edhe në fund të vitit thashën, në fund të vitit kompania i jepte 3 muaj leja, ti vinte këtu, paguheshe për këtë periudhë që rinte këtu, se kështu ishte ajo kompani. Gjatë 3 muajve të dimrit ai e merrte çdo javë, i kalonte ajo. Ceku si pagonin ata. Po pra, sa vite qëndruan të ndarë larg njëri tjetrit? Si të ndarë? Të fejuar, ajo në Shqipëri, kur e mori në Amerikë vllai juaj, pas sa vitesh u bashkuan në Amerikë?
Po të thash pra, aplikimi viti fundit që erdhi vllai këtu ka qenë viti 2005. Ishte lindur vajza e madhe këtu. Po. Edhe erdhën dokumentat, bile të gjitha veprimet i kam ndjekur unë, të gjitha veprimet, të gjitha dokumentacionet, të gjitha gjërat e kam plotësuar unë. Pra, vajza e madhe ka lindur në Shqipëri. Ajo kishte 2 vëllezër që mos o zot kur thonë ata veriorët, domethënë, mos o zot ata nuk ishin as për një gjë, vetëm unë ndoqa, as motrës time nuk i kam bërë aq ndere dhe aq të mirë asa që i kam bërë asaj. Nga ishta? Edhe unë është problemi shumë bukur mua. Nga është mua dhe familjes tonë. Nga është Anila, vendlindja e Anilës? Po ja këtu afër. Është afër jush, aty në Korçë. 3 kilometra larg. I dashur Albert, vajza e parë lindi në Shqipëri, vllai vindet çdo vit e takonte të fejuarën, ajo mbeti shtatzën dhe vajza ka lindur në Shqipëri. Po, ka lindur këtu, dhe në momentin që lindi vajza, erdhi, kishte një 3 muaj që kishte lindur, se vajza lindi në fillim të shtatorit, vajza e madhe, ai erdhi në dhjetor, siç i merrte ato pushimet ato kohën atë. Kishte ato pushimin dimëror që i jepnin ata të kompanisë, erdhi këtu në dhjetor ai dhe kur iku në fillim të marsit ka ikur me gjithë vajzën, me gjithë atë i mori ai. U bashkua. Po. Çfarë ndodhi më pas? Në 2005 deri të ndalemi tek 23 dhjetori? Në 2005 mbasi ka shkuar vllai tim atje, ka ndodhur një terrorizëm i papa. Ajo vetëm familja nuk mund të quhet, ajo vetëm bashkëshorta nuk mund të quhet, ajo vetëm nënë nuk mund të quhet, ajo vetëm nuse nuk mund të quhet, ajo ishte sadiste. Ajo ishte një njeri fillovi pasaj presionin, fillovi dhunën, që bile nëna ka treguar vllai, ne i kemi unë çuditëm. Këto dënimet të tilla, këto pa dëshmitare për dhe unë një gjë. Të falenderoj që më dhe mundësinë, sepse unë nuk kam patur asnjë lloj mundësie tjetër. Zemra jone di se çka i çu po bën gati 11 vite. E të vrasin vllain dhe mos marrësh drejtësi nëna ime iku në varet. Iku ti pa marrë vesh, domethënë pa. Në Shqipëri nuk mund të ndodhë kjo. Dhe unë çdo shqiptar duhet ta di. Policia shqiptare është nga policitë më të forta që ekzistojnë në rrugën tonë. E them me bindjen më të madhe, shikoj çdo ditë, të shikoj çdo shqiptar, ndodhin grabitje, ndodhin vrasje, a gjen vrasje në Voskopoj që kishte vrarë ajo atë djalin, ajo e fejuara, ka qenë çipuni i saj. A u gjendi policia shqiptare, prokuroria shqiptare, a gjeti pas kaq vitesh. Dori, vonoi, po atë vërtetën e nxorën prokurorë shqiptar. Kurse aty është bërë një palohetim pa fakte, pa provat kanë qenë dhe ushqyen të gjitha dhe u manipuluan. Dhe kjo ishte ajo që të vret më tepër. Ne do ndalemi te 23 dhjetori. Vllai juaj është vrarë nga bashortja në 23 dhjetor të vitit 2000. Në 22 dhjetor të vitit 2015. 2015, në 22 dhjetor. Po. Por, do ndalemi tek ajo datë dhe do ma sqarosh çfarë mësove ti pikërisht për ngjarjen e rëndë që humbe nga ky jetë vllain të ndjerin Valmir Keço. Unë mësova këtë gjë. Por jo, të lutem, dua të pyes i dashur Albert, nga 2005 deri në 2015 janë 10 vite. Ata jetuan 10 vite bashkë dhe sollën një jetë sa fëmijë. Ajo të 10 vitet që kanë jetuar aty, 9 vite e para e punës nuk e lejovi vllain të vijë në Shqipëri. Asnjëherë. Nuk erdhi me, ka ardhur vetëm vitin e fundit që ajo bëri këtë vepër kriminale, ka ardhur në mas të vitit 2015, i rënduar psikologjikisht, i degraduar, nuk desha ta mbaj këtu në Shqipëri, nuk desha ta lejoj me të shkoj atje, por ai nuk pranove në mënyrë kategorike e kundërshtovi dhe mbas disa ditësh kishte biletën dhe u largua me njëherë vetëm nga dashuria e vajzave, ai nuk kishte më ndjenjë domethënë. Ajo kishte patur raste që e merrte në telefon dhe i kishte thënë, dhe po të ishte i dhunshëm ky, do ta kishte qërruar nga kjo botë 100 herë atë, jo një herë, po 100 herë, sepse ai disa herë i kishte thënë nënës që më ka goditur, shkosi më ka berë, i kishte treguar shenja, shkosi më ka berë më në, më ka goditur. Nëna i thoshte vazhdimisht, ikë biri nënës, hajde këtu në Shqipëri, largohu. Vetëm nga ato vajza, prandaj sot, po të them,
që vajzat sot janë në moshë marrëdhore që të dyja, e vogla i kaloi 18 që në janar dhe e madhja bëhet 21 tani në shtatorin që po vjen, dhe ato janë në moshë marrëdhore dhe duhet ta dinë të vërtetën që nëna e tyre, ajo gjithsesi nëna e tyre ashtu, por është vrasë. Ajo i ka vrarë babain në mënyrën më mizore, në mënyrën më të keqe, në mënyrën më të tinzare dhe në mënyrë të paramenduar. E nuk ka të bëj fare kjo çështje as me vetëmbrojtje, as me gjë. Por ti nuk mund të ketë vetëmbrojtje, unë ta thash, nuk mund të më hedhër dot një vrasës, një kriminal, të më thotë mua bëra vetëmbrojtje. Çfarë është mbrojtur përpara gjykatës? Ja mua do mbrasin tani. Urdhërohet. Aorta goditet këtu. Në këtë formë. Por çfarë ndodhi? Ja e vura dorën këtu, ja u mbrojta unë. Ai më godit mua tim zemrën, ja më godit mua. S'ke shansin më të vogël të godasësh një djalë ti një burr, të godasësh ti në aortë do t'i çash aortë. Pra nuk e ka goditur për tu vetë mbrojtur. Ajo e ka goditur për ta vrarë. Dhe ka patur konsultorën, ka patur qetësira konsultor aty, që e kanë konsultuar që nëse do bësh vetëmbrojtje, do ta vrasësh dhe me vetëmbrojtje. E ka shteti Amerikan që vetëmbrojtje me një goditje teke këtu dhe mos kesh goditje të tjera, ata e quajnë vetëmbrojtje. Po si është bërë goditja në çfarë forme është bërë? Kur është bërë? Goditja është bërë në gjumë. Si ka ndodhur ngjarja dhe ndalemi si e mësove ti ngjarjen e 22 dhjetorit të vitit 2015? Ngjarjen e mësova na lajmëruan disa bashkëtarë tanë që ishin aty, na morën telefon ata, po jo ditën e parë. Ai në fakt kishte ndruar jetë, ajo kishte bërë veprën kriminale, vllai kishte vajtur në spital, ai di që rrugës nuk diskutohet, në nxjerr mua ekspertin më të mirë kriminalist dhe ekspertin mjekologjor, këtë duash më të mirin që mund të ekzistojë, që të çahet aorta aty dhe ti të rosh 3 orë, kjo është një atë flasim kot nuk kjo. Çfarë ishte? Ajo është gjakderdhje e madhe, do më thënë që njeriu mbaron shumë shpejt me minuta. Çfarë ishte ndodhur atë ditë? Si e ke mësuar ti ngjarjen? Pse nusja e vllait mori fikën dhe goditi vllain tënd? Tani e nderuar, ajo ishte një si të thuash një prologu i të gjitha atyre gjërave që kishin ndodhur mbas vitesh që ishin mbledhur ato, ata kishin qenë, ata ishin në spital. Po. Ka qenë ora diku një 3 pa një qerek, mund t'i them kështu mbas dite me orën shqiptare. Kishin me këtë orën e tyre atje në Amerikë, që ata kishin shkuar në spital, sepse kjo kishte shfaqur disa probleme dhe kishin shkuar në spital dhe normalisht kishin marrë edhe vajzat se s'mund t'i linin vajzat si shkoj. Kaq e pa aftë është kjo policia aty, po këtu policia shqiptare të qëron dhembin, i ka gjetur ata, që bën grabitje tëra me kamera. Po aty ka Shqipëria kamera në çdo cep, jo Amerika. Aty ata të kontrollojnë, Amerika të kontrollon sa vje bloku kënë kokë. Jo mos kontrolloj ty kur dole nga shtëpia. Kur shkove? Me ki shkove? A shkuan bashkë? Shkuan në spital. Po kur dole nga spitali? Kur vajti ky në shtëpi? Hyri në shtëpi ky. Po kjo ku ishte kur vajti në shtëpi? Ky bashkëshorti. Ku ishte kjo? Kjo s'vajti në shtëpi kjo. Kjo mbasi bën debat aty në spital, mori vajzat, i çolli në një konsultore në një fundëri që do paguaj nga Zoti ajo, ajo është ndihmëse. Ajo ndihmëse dhe policia shqiptare këto njerëz që ndihmojnë, vrasin, i arreston edhe i çon para gjyqit. Albert, sipas jush, pse ata kishin bërë konflikt me njëri tjetrin në spital? Pra, sipas teje Anila ishte sëmur, vllai e shoqëroi në spital dhe ishin zënë. Jo sipas meje. Po unë kam qenë prezent atje kur ka folur nëna, unë kam qenë aty me ju ka marrë nga spitali, po, vllai ndjeri ju ka marrë nga spitali. Nëna po fliste në telefon. Edhe i thonë vllai e kam sjellë në spital se ka probleme, është sëmur. Ajo në fakt nuk kishte probleme që kishte bërë atje. Po ajo më tepër probleme kishte probleme psiqike. Për mendimin tim ajo duhet të kishte përfunduar në një spital psikiatrik. Se ajo edhe mbasi e bëri veprën, ajo ka shfaqur, unë kam na kanë thënë njerëz që jetojnë në atë qytet, që ajo ngrishe nata dhe bërtiste më të madhe bënte veprime. Në veprime që njeriu jo të mirë, jo të shëndosh mendërisht. Megjithatë, ajo veprime të dhunshme ndaj vllait kishte bërë edhe më përpara. Aty në spital, plasi debati,
vajza e vogël i ka thënë, nëse unë gënjej, tani këto gjëra nuk vërtetohen kurse, kur nuk ka hetim, këto fshihen dhe mbulohen dhe ti e vllai dhe ke qenë dëshmitar kur e ke dëgjuar telefonatën. Ka thënë nënë mami do na bëj djalë. Po mirë, do të mirë, do bëj me një vëlla. Se ishte shtatzën. Do na bëj mami djalë. Dhe kaq. Dhe aty u mbyll telefonata dhe ne nuk dëgjuan vllanet. Ajo atë natë u ekzekutua vllai. Atë natë u ekzekutua. Ajo nuk vajti në shtëpi. Ajo tani në del neve që unë vajta në shtëpi, po gatoja në kuzhinë dhe e godita me atë qërusën e patates. Po ku që apën to? Po ka që kjo shtet, aty unë mbuluan shumë gjara. Aty nuk është bërë hetim. Aty nuk është bërë një gjysh me dëshmitar falso, me ca kanë dalë ca fshatar kooperativisht që qëronin fekalet në kohë kooperativave dhe më vonë në kohë demokracisë, fekalet qëron të njeri dhe doli aty dëshmitar. Shiko, vëllai ka punuar. Ajo ka punuar aty, jo vllai, bile vllai vajti vetë aty. Po s'desha aty, thamë në euro, ti mire kishe punën me ndërtime. Vajta aty, thamë, që të shikoj çfarë bën kjo. Dhe e kishte gjetur një herë duke lozur me një 2 a 3 aty vend e kështu kjo sigurisht në një çupje vogël kjo do gjente në një partner kjo dhe bëllonte me ata dhe vllai timi u krye aty se normalisht cili burrë duron gruan që të bëjë veprimet e dhe ato e kishin ndjekur vllain dhe ishin ta ekzekutonin që aty në fabrikë. Ishte fabrikë e armëve ajo. Në fabrikë armësh ishte ajo. Anila ka punuar në fabrikën e armëve. Po. Aty punonte dhe kjo kishte shoqëria të mëdha, kjo kishte krijuar shoqëria të mëdha, kjo ishte shumë kjo për të krijuar. Kishte ju xhelozia përpara se të ndodhte kjo ngjarje mes çiftit. Iku vllai, vajte me atje, nëse ishin këto gjëra. Vajte na tregonte vetë, ai na ka treguar se unë s'jam atje, s'isha atje dhe të ashtu. Na ka treguar që vajti blevi një makinë, kjo vajti mori një makinë, kjo $28,000 kjo dhe e kishte marrë me kështu kjo do të pagonte. I natos vllai dhe ka vajtur i ka dhënë lekët keq aty pronari, i ka thënë sa lekë bën kjo kaq. Na i ka thënë ai kishte shtyr syt ai se ky nuk deshte që të. Po kjo i krijonte këto shoqëritë kjo se doli nga stalla kjo. Doli nga lopët kjo dhe u bë zgjuar kjo. E mori vllai o që nga pleu e çovi atje dhe kjo i mori jetën pasaj. Kjo është një kriminale e padënuar nga ligji. Po sot që vajzat e vllajt, mbesat e mia janë në moshë madhore, sot të faleminderit që më jep edhe një mundësinë që ta dinë ato se kush është në natyrë. Një ditë do të dalë vërteta. I dashur Albert. Një ditë do të dalë vërteta. I dashur Albert, Anila vrau vllain tuaj, ju dyshoni se e vrau në gjumë, ajo vetë çfarë ka thënë përpara? Jo dyshojmë, po të gjithë kriminalët e nderuar, Odeta, të gjithë kriminalët kokën e thyen tek ekspertiza mjekoligjore. Jo më kod bëhet ekspertiza. Jo më kod. Ju keni mundur ta siguroni ekspertizën mjekoligjore dhe do ta shikojmë në këto momente. Po? Ekspertiza mjekoligjore vërteton që vdekja ka ardhur si rezultat i çarjes së aortës. Mund të kishte ardhur si rezultat i një veprimi tjetër. Po unë di të them këtë gjë që një njeri kur bën vetë mbrojtje ka përleshje. Po s'pati përleshje, atëherë çfarë vetë mbrojtje bën ti? Ti s'ke për vetë mbrojtje. Ti ke për vrasje. Se kur ka përleshje, ka vetë mbrojtje. Kur ka përleshje, një njeri që mbrohet, po ka raste, ka me 100 raste, me mira, ka ndodhur që ka përleshje, dhe njeriu që do të vetë mbrohet, godet me çfarë të mundet. Po nuk mund ta kalosh atë shkallën e mbrojtjes, domethënë kur unë kam një shkop në dorë ose unë kur s'kam asgjë, më afrohesh me thik ose me sopat. Po, vetë mbrojtje me një goditje, po ka arma e zjarrit. Arma e zjarrit po. Atëherë ti s'mund të më nxjerrësh armën të më qellosh mua kur unë vi me dorë në xhepa. Në bësh vetë mbrojtje. Në momentin që ka ndodhur ngjarja, dy vajzat e mitura në atë kohë, nëna i kishte lënë. Pikërisht nga spitali, vllai ka ikur nga spitali, ka shkuar në shtëpi. Kurse kjo ikur nga spitali dhe vajti thuri planin kjo. Vajzat i ka çuar në një debile, një fundërinë këtu që punonte, kishte shoqe që punonte aty dhe këta janë ndihmësit. Këta janë ndihmësit në një krim, ta marrin pjesë. Albert, e kuptoj që je i irrituar. Pra, ju po më tregoni që Anila fëmijët i ka lënë tek një emigrante shqiptare aty afër ku jetonte ajo. Po, del ajo dhe merr në mbrojtje ajo. Ajo duhet arrestuar, policia shqiptare ata arreston më një herë.
Po ti ishte këtu në Shqipëri do paguante, ishte ndihmëse në krim. Çka? Krimi ka ndihmës, ka organizator, ka dhe nxitës. I dashur Albert. Edhe ekzekutori pastaj dorën e fundit i ve kjo. I dashur Albert, dua të pyes, vet Anila, çfarë ka thënë përpara trupit gjykues? Si e ka treguar ajo ngjarjen? Unë këtë nuk mund ta di, nuk s'kam qenë pjesëmarrës në gjyq. Unë di të them këtë gjë, që në bazë të veprimeve që bën ajo, në bazë të provave që kanë qenë atje, gjinjishtrat kanë qenë që në fillim, jo vajtë në spital, jo rojti 3 orë, jo do t'i bënim të, do t'i qatë bënë, e di që rrugën marrë, e godit një goditje teke në zemër, e se vdekje trute, nuk ke shkans. I dashur Albert, ju e mësuat vendimin e gjykatës, sepse ajo u la e lirë. Jo, ajo unë bajta atë aq për një periudhë 24 ora, 48 sa i këshin bajtë në këtë, dhe u la e lirë sepse pagovi garancinë financiare kjo, pagovi $200,000 kjo, la $200,000, la gjakun e vllajt tim, kjo la gjakun e vllajt kjo garanci, që me që të vrava ty, unë po edhe më kelen këto leket ti tani që i kemi mbledhur në përblerë shëpia, dhe kam dhe gjakun të në këtu, dhe gjakun të ablerë, dhe gjakun të ale garanci këtu që të shprej kokën unë. Kalon një shumë parash garanci që ka fituar lirin dhe ka dalë. $200,000 kalen. $200,000 kalen garanci, pa doli ajo që aty. Edhe ka qenë, gjatë kohës ka qenë me atë unazin që i ven ata për ta kontrolluar të përë. E qartë, i kanë vënë Buzulukun për të kontrolluar dhe monitoruar Anilën. I dashur Albert, të lutem, ju e keni mësuar çfarë ka treguar ajo para gjykatës? Pra ka treguar që për vetmbrojtje që e ka dhënuar vllai juaj. Po këta ka që dim neve që ajo e bëri krimin për vetmbrojtje. Po pra, po çfarë ka shprehur vet Anila? Vetmbrojtja ka disa rregulla. Përveç rregullave ka dhe janë dhe fakte që vetmbrojtje. Ti duhet të kesh dëmtime në trupin tënd, duhet të kesh diçka që të justifikohesh që ka bërë vetmbrojtje. Çfarë vetmbrojtje ke bërë ti ku ti s'ka asgjë në trupin tënd? Vetmbrojtje me goditje tek në zemër, po edhe personi që merr goditjen nga kundërshtari për vetmbrojtje, ky person nuk mund marrë një goditje teke. Ky person mund të jetë i dërvisur, i goditur në vende të tjera. Nuk është vetmbrojtja, ajo është vrasje. Ajo është vrasje e paramenduar me gjykim të ftohtë. Albert, ju nuk keni qenë prezent në Amerikë dhe ju nuk e dini çfarë ka thënë ajo përpara gjykatës dhe nëse ka patur dëmtime në trup nga përleshja me vllajin tuaj apo jo? Ajo ngriti Alibinë, e kishte çuar një herë për dhunë familjare. E kishte denoncuar. Pra vllai juaj ndjer kishte një denoncuar. Ishte plani kurtisur i përgatitur me kohë, ajo e provokonte qëllimisht. Nuk lejonte të merrte nënën në telefon. Vllai tim merrte në telefon kur ajo ishte në shtëpi. Se po ti ishte në shtëpi ajo dhe ky ta merrte nënën në telefon, do të siste sheri me njëherë aty. Kurse kjo do të fliste kjo, me nënën me 100 sakare që kishte të sakare janë ata që një vlla dhe një kushëri që e çon motrin në atë fazë të tillë, që kërko para dhe ti prish familjen në ynë. Vllai. Por mirë, Albert, ti në atë kohë, përpara se vllai të ndronte jetë, ke folur me Anilën me ishnusën e vllait? Atë ditë? Jo atë ditë, më përpara se të ndodhte ngjarja, duke ditur që vllai ankohesh për nusen tek nëna, më dhunon. Ajo zakonisht nuk komunikonte me mua, të më thoshte si vllai i madh i tij, të më thoshte që këtu e kam problemin, domethënë që raste një 2 herë kështu me kam rastisur edhe unë njerë që çfarë ka i tashme, si është problemi. Po jo dhe kështu. Ka shfaqur domethënë që jo ka pirë një ditë, jo kështu gjëra të tilla. Po mirë tash këto gjëra sa burra që pinë nuk do të vritet. Ja pivi një ditë buri. Ore pivi dhe ta vuaj vetë nga ana shëndetësore pasojën e tij. Ti njerë, ti si pashorte, asille si njeriti. Ti mos i thoj që mos e merr nënën në telefon. Ç'është kjo? 9 vjet nuk e la të vinë në Shqipëri, edhe pastaj as mos vol në telefon me nënën. Albert, më the pak më parë. Këto janë femra narcisiste. Janë psikopate, janë delirante, janë të sëmura mendore, që nuk duhet të krijojnë familje. Po këto familjen e krijojnë për të shfrytzuar burrat, për të marrë paratë, për të mbartur lakejtë që kanë, dhe pastaj kështu. Po jo vetëm rasti i vllait tim. Kështu po ndodhin nga do dhe do të ndodhin. Dhe unë ja po them një gjë kështu, kjo mos e marr askush për të qeshur,
po kanë frikë të martohen shumë. Kanë frikë të martohen, po shkojnë nga 40 vjeç, edhe më tepër, ore kanë frikë të martohen, s'ka. Nga këto femra të këtilla kanë frikë të martohen. Ditën sot u martua, të nesër me 9 lekë. Çfarë është kjo? Nuk e kuptoj. Dy zgjidhje ka. Ose mentaliteti shqiptarit do të ndryshojë. Ne shqiptarët në 3 vende jemi ne. Ne jemi ose në Monigrami, në Vesër Unioni, duke marrë lek, duke u marrë këtyre emigrantëve. Po lerin mora ata kanë marrë shpirtin në dhëmbi që kanë vajtur aty. Po punojnë aty për një jetë më të mirë, për ndërtuar familje, ne ju marrim lekët. Ose janë në kafene, ose janë në përpartite. Këto 3 vende kanë shqiptarët, nuk kanë vende ku shkojnë tjetër. Në punë shqiptarët njerë këtu është e pamundur. Kjo është fatkeqësi. Edhe ja ndodhin këto fenomene që po ndodhin. Ria i dhe thotë motor në mlek, dërgom kaq, të ble makinë, dërgom maqë edhe kështu. Kjo është fatkeqësi. Albert, por kur vllai jot në 2015 erdhi për herë të fundit në Shqipëri me gjithë nusen, ti më the që gjendja e tij ishte e rënduar psikologjike. Ti nuk mundet dot të flisje me vllain dhe me nusen dhe të kuptoje problemi real të tyre që pse ziheshin. Tani pretendimet e saj ishin që ky përdor pija alkolike. Pretendimet e vllait që na ka treguar ai neve, domethënë nuk e di unë. Unë them që vllai tim ka qenë njeri jo i dhunshëm, po ka qenë një njeri aq i duruar që asnjë njeri nuk mund ta bëjë durimin deri në gradën e fundit e ka duruar ai sa i mori dhe jetën. Por e mendon që në efektin e alkoolit dytuar për një kohë, po jeta ime është jeta ime. Po patjetër, po Albert. Po shumë mirë bashkëshortja, e kishte të kam shpirt, të kam gjan, kemi fëmijë, kemi familje, po tani në fund fare jetën ma ka dhënë Zoti dhe ma merr Zoti. Jo, e qartë, po pse prajtoheshin të fortë. Po mund të divorcoheshin. Nëse ata nuk duheshin më, mund të divorcoheshin. Ai kishte kërkuar divorcin. Dhe ai kishte kërkuar në fund tani kohën e fundit që ndodhi gjëja, ai kishte kërkuar divorcin. Dhe nuk ka shumë, megjithëse ishte në atë gjendje të rënduar. Megjithëse ishte në atë gjendje të rënduar. Po ajo krijovi ato alibi, thash ajo, krijovi ca dëshmitar falsa, ca legenda. I dashur Albert. Ca njerëz që njëra do t'ja përmend tani këtu, njëra që e mori vllai tim dhe punsoi në një restorant, se vllai bënte nga 2 punë, jo një. Çdo shqiptar aty bën nga 2 punë, jo vetëm vllai tim, shqiptarët aty janë për punë janë të panposhtur. Edhe nga 2 punë. Edhe shkon te kompania, aty shkon te në restorant punonte 4 orë sa punonte ai. Edhe i tha njeri, nuk e di kush janë këta, i ka treguar si kështu, tha më shkoj ta mandi mos ta marr vajzën time ai pronari aty. Po mirë i them ta. Ai e deshte shumë ai pronari. Vllanë dhe bile në atë restorant aty kishin erdhën atë vit vata dhe sa këngëtar të shumë të mirë këtu nga Shqipëria dhe midis tyre ishte edhe Elifara dhe unë kam fotografi që ka dalë me ata. Në Amerikë, po. Vllai me Elifar ne kam fotografinë që ka dalë. E nëse i thotë atij pronarit, vllai thotë, "Merre foto tua shumë." Po si të vi thotë. Apo non po. E merr, e futi. Ajo birba jo vetëm që e futi vllai tim atje, po na u dashurua me pronarin e lokalit e ndavi burrën me nga fëmijët dhe nga gruaja, e mori pronarin ajo. E mori pronarin në ditën e parë që u bë pronare, ajo i thotë, "Këtë mund të më largosh nga puna." Çfarë janë ta njerëz? Ja, këta janë ata që dolën dëshmitarët aty dhe thanë që ky është i dhunshëm dhe ky na i dhunonte këtë. Ja, këta janë ata. Ja, me këta e fitovi gjyqin ajo. Me këta i shpëtovi karrikës elektrike, ose ajo karrikën elektrike periton. I dashur Albert, duke ditur që vllai ka konsumuar alkool, e ke menduar që nën efektin e alkoolit dhe mund ta ketë dhunuar gruan e tij? Shiko. Do të them një gjë që jo vetëm për të justifikuar këtë gjë në ngjarjen e vllait tim, po do të them një gjë që ta di çdo shqiptar dhe çdo njeri, a e dini se përdoruesit e alkoolit jo vetëm që nuk janë shumica, ka edhe tipa të tij, që jo vetëm që nuk janë të dhunshëm, po janë pre e dhunës. Nuk janë fare të dhunshëm. Po unë kam shoqëruar në polici me 10 nga ta. Kam shkuar e kam marrë aty në krevat, ai ka qenë në gjendje shoku, o qarë në zumë bëbën ai. Ai ka marrë në qomo që e merë ai në telefon, të ardhë në vëmë dhunat. Qa për dhunat kjo i thash? Kjo gjysmë i lekur. E jo vetëm ka dhe nga këta që pina alkohol, edhe jo vetëm që nuk dhunojnë,
Po këta ben gastorë, ben më të dashur, ben më që janë vetit e alkoolit, me gjitha ta, nuk e kam për justifikim, po me ato që nga ka të reguar vëllai neve që kjo më ben këte, po ti e ben burin të pi jo alkool, po ti e ben të pi helmë. Shpëtoj, po që mos e merë nënë në telefon, të shi qarë janë ta njerëz, unë nuk rinja dot, kur e kishe nënë në gjallë, unë nuk rinja dot, 2 ditë pa e pa nënë. Që do rinja unë, mos e shikoj nënë, mos i folë tim telefon, nënë të vjetë parë, mos i folë as telefon ti. Që shkjo mos i folë telefon, kus ajo do frista ajo. I dashur Albert, Anila Keco, nusja e vllajt tuaj të ndjerë, është shprehur përpara gjykatës që atë ditë 22 dhjetor 2015 ai ka tentuar për ta vrarë dhe për vetë mbrojtje e ka goditur me prefsen e patateve, duke i shkaktuar prefsen e patates është kështu. Dhe kjo asnjëherë mund të bëj goditje një armë ftohtë e kryet, asnjëherë nuk mund të bëj goditje direkte të drejtë për drejtë. Asnjëherë kur në botë. Nuk ka, këto janë, nuk mund të bësh justifikime të tilla, domethënë edhe ajo i fsheu prova. Aty nuk është beretim fare. Aty hetimi është ky. Ky është i dhunshëm dhe kjo e ka çuar në polici, e kanë marrë polici për dhunë në familje. Kaq është mbyllur. 5 dëshmitarë nga këta të këtitët që si të tregova unë, domethënë kanë vajtur aty, kanë deponuar, i kanë thirrur, i kanë bërë, ky s'kishte ndihmë, s'kishte familjar, s'kishte, po t'isha unë aty, do vinin ata aty të depononin, se ata meritojnë kanunin e legdukagjinit ata, po t'ishin në Shqipëri. Se meritojnë ata, po me gjitha te, unë i kam thirrur drejtësisë, unë kam kërkuar drejtësi, nuk e gjetë ato. Albert. Nuk e gjetë, nuk e morin ndëshkimin, asaj ndëshkimin do ta marrë ajo, se mua disa fjalë më kanë ardhur që ande, s'ka problem, do ta marrë ndëshkimin ajo, se ka dhe zot. Anila fitoi lirin duke lënë garanci $200,000, u gjykua... Jo lirin, ajo fitoi, domethënë që me garanci fitohet dalë gjykimi në gjendet lirë. E qartë, është mbyllur gjyqi. Jo, aty është mbyllur gjyqi, po t'i marrëm kështu që ta kuptojnë edhe teleshikuesit, domethënë që shkallët e gjyqësorit, gjykata e faktit, gjykata e apelit, dhe çështja ka shkuar deri në gjykatën e apelit dhe nuk është apeluar më për gjykatën lart, se ku do ta apelonte. Po, ju nuk ishit për ta apeluar, e qartë, ju nuk i keni bërë apelimin pala e viktimës. Po s'ka mundësi, çfarë mundësi ka mund të tjera? S'ka mos një mundësi, ku do ta çonte? Aty ishte një avokat i viktimave të quhet. Unë komunikova disa herë me atë, ishte një grua, jo se unë s'kam ndonjë ankesë për atë, ajo aj sa mund të bënte, çfarë do bënte? Aty po u shehen provat, nuk ka çfarë bën as avokati as asnjë gjë. Gjykata do vendosë mbi bazën e provave dhe fakteve, se nuk mund të vendosë gjykata në hava. Albert, e kuptoj, s'patë mundësi për të bërë apelimin, kjo çështje u mbyll, ajo është e lirë. Po sigurisht që e lirë është. Pas ngjarjes 2015-s, a munde do ti të flisje me Anilën, me ish-shkunatën tënde, ndonjëherë? Unë të flas me atë? Po të pyes. Asnjëherë, jo. Jo, unë s'kam folur, s'maj mend të kem folur me atë. Pas vdekjes së vllajt ti nuk e folur? Jo. Trupi vllajt erdhi në Shqipëri, u varros aty, në vend lidhje. Trupi vllajt erdhi këtu, ka ardhur mbas amezi janarit, mas gaboj, në 12 janara një gjë e këtillë. Ka ardhur me ndihmën e bashkëdhetarëve të tij, me ndihmën e shokëve të tij, me ndihmën e disa shokëve që ai kishte në punë, të cilët edhe një herë i them faleminderit, sepse unë nuk do kisha mundësi, vetëm që ishin në shtëpi, nuk do kisha mundësi rapira pas jetën e vaj. Disa shqiptarë nga Struga, pas i falenderoj edhe një herë, edhe disa bashkëtarë, disa të tjerë që mblodhen shumën edhe arritën që ta sjellin trupin e vllajt tonë. Ndërkohë, është një plagë e madhe dhe të mungon Valmieri. Më tepër më mungon që ai iku nga kjo botë, jo me atë që nuk e meritonte atë që ndodhi. Nuk e meritonte në asnjë rast, sepse unë ai ka qenë vllai tem, dhe unë e di, po thuaj që unë jam isha vllai më i madh dhe isha shumë vjet më i madh, dhe unë e kam hequr pas, e kam rritur që një pëllëmbë dhe di çfarë njeri ishte.
edhe në fakt. Është e kuptueshme. Çfarë që vetë tek varri, e shikoj në sy një fotografi në a më duke sigur me thotë vëlla, çfarë bëre për vajza. Ju fatkeqësisht me vdekjen e vllajt humbët kontakt edhe me dy mbesat. Pikërisht. Çfarë mund të bëj? Unë prandaj të pyeta pak më parë. Ajo i ka ushqyer me atë frymën e keqe që ajo ka bërë terror. Jam i bindur që ka terrorizuar dhe ato që ato ishin të mitura kur ndodhi ngjarja. Tani ato janë në moshë madhore dhe faleminderit thash që ato t'u vej ky mesazh. Ta dinë që Dhe kush është mesazhi? Albert, kush është mesazhi që do i përcjellje dy mbesave të tuaj që prej vitit 2015, kur ato humbën babain, në një farë mënyrë edhe ju humbët gjithë kontaktet me dy vajzat? Çfarë do i thoshë sot? Mesazhi im ky është thash, unë të thash, më duke si kur vëllai me fletë, më thotë që çfarë bëre për me ai. Më do tretet, akoma se shtretur, derisa t'i vjen në vajzat e saj, për ato dhe humbi jetën. Se po t'ishte për atë fundërinë, ai e kishte zbuar, e kishte zhdukur me kohë atë. Ai duroi deri në fund derisa ajo e çovi në këtë. Por ish kuna të thënde. Ajo pas të faqen e zezë dhe marrë ndëshkimin më të rëndë që mund t'i jap Zoti. Ky është mesazhi që do i përcjellë Anilës ditën e sotme. Ajo e beri, ajo dukeshe që çfarë ashtu ishte, çfarë lule ishte që në fillim, e kishte mendë vetëm te lekët. I dashur Albert, unë uroj dhe shpresoj kuptoj që je një vëlla me zemër plag, ke humbur vllain në vitin 2015, unë uroj dhe shpresoj që dy mbesat e tua, sepse gjithë interesi është që vllai ndjeri ka lënë dy vajza, është gjaku juaj, uroj që ta ndjekin këtë live, ta marrin mesazhin nga xhaxha i tyre dhe uroj që shumë shpejt të kesh kontakte me to, të paktën të ngushëllohesh me faktin që janë vajzat e vllajt, je me ato, uroj që ato të telefonojnë. Nëse unë do kem ndonjë kontakt nga Anila apo dhe nga mbesat, me njëherë do ju telefonoj. Kështu që të falenderoj dhe më vjen shumë keq për të gjithë historinë e familjes tuaj. Ju faleminderit. Të përshëndes Albert. Mirupafshim. Punë të bashkë. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të dhimbshme njerëzore. Faleminderit që më ndiqni, faleminderit që më mbështesni. Takohemi nesër me një tjetër histori. Mirupafshim.